Mirëmëngjes. Jemi përsëri së bashku për të ndarë informacionet e këtij mëngjesi. Si gjithmonë në fillim, nëpërmjet titujve në faqet e para të disa prej gazetave që dalin në pikat e shqitjes, por edhe në disa gazeta print, në disa gazeta online, dhe më pas me zëra qytetarësh në telefonin tonë të përbashkët, kemi mundësinë të sjellim këtu çfarë gjykojmë të rëndësishme në fillimin e kësaj dite të re. Gazeta Panorama sjell titujt Akuzat për korrupsion, dorëhiqu përballur me drejtësinë. Thirrja e avokatit për Ballukun, hetimet. Avokati Sajmir Vishaj vlerëson rolin e strukturës posaçme antikorrupsion në hetimin e zyrtarëve të lartë të qeverisë, por sipas tij, asnjë funksionar nuk duhet të përdorë imunitetin si mburojë ndaj drejtësisë. Pas marrjes së pandehur nga SPAK, Vishaj shpreh se ministrja Belinda Balluku duhet të dorëhiqet dhe të përballet me akuzat. Sipas tij, marrja motrës së avokate është përbuzje ndaj drejtësisë. Edhe demokrati Gazmend Bardhi kërkon largimin e Ballukut, ndërsa shprehet se zëvendës kryeministra është ajo që mban peng kryeministrin Edi Rama për shkak të aferave korruptive. Kush fiton gjyqin me shtetin do ripunësohet. Rregullat e reja në ligjin për nëpunësin civil. Zbatimi i vendimeve gjyqësore për largimet e padrejta nga puna. Lamtomir Fatos Nano, Ruçi, i pari lider dhe reformues i Partisë Socialiste, u hapi rrugën dy djemve të rinj për të bërë kryeministra. Ish ambasadori Zeneli, Nano, bekim për Partinë Socialiste dhe për Shqipërinë. Gjoana, faleminderit Fatos që më dhe mundësinë të të dua. Kuksi, u ndërtua 3 herë nga e para, historia e qytetit unik në botë. Një opinion nga Genspolo mban titullin Sizifi i dorëheqjes. Nga Baviola Gami Shatro, mbi shpatullat e gjigantëve. Nga Sejdo Harka, shkrimtari, njohja ime me Nonda Bulkën dhe dhurata që më dha kur isha student. Një dosje mban titullin Dëshmitari i Rem, si e takoi Sherif Merdani ish sigurimsim pas burgut, rrëfimi bashkëshortes, Rozalba Merdani, takimi pas viteve 90. Në gazetën Panorama, për të përndjekurit, botohet lista e re e trashëgimtarëve që përfitojnë këstin e pest. Kjo është diçka që njoftohet në faqen e parë të kësaj gazete. Gazeta Telegraf, Shqipëria në shitje. Porto Palermo do i jepet privatit. Baza ushtarake do bëhet resort. Vendi strategjik i Porto Palermos, buzdetit jo në Himar, ku ka qenë baza ushtarake dhe tunelet në New York për anijet, do të jepet privatit për të ndërtuar resort. Projekti është nisur nga Korporata e Investimeve Shqiptare para 3 vitesh, por asnjëherë nuk është bërë publik. Një vendimarrje guximshme drejtuesve të kësaj korporate, të cilët kanë kryer në fshehtësi një mori veprimesh në një nga zonat më të bukura të jugut, duke mbajtur sekret edhe informacionin zyrtar se kush ka qenë nismëtari i planit. Pensionisti i magazinjeri Salillarit bëhet pronari i koncesionit 60 milion euro në portin e Vlorës. Pasi e falën portin e Vlorës për të ndërtuar aty një resort dhe port jahtesh, qeveria shpalli tenderin për të dhënë me partneritet publik-privat ndërtimin e portit të ri të Vlorës. Nga të 5 kompanit që u shpallën fituese për një koncesion 60 milion euro, një pensionist i lindur në Tërpan të Beratit dhe banues në Dimal, dhe që ka punuar si magazinjer pranë kompanisë Salillari, befas e pa vetëm pronar të një koncensioni 60 milion euro. Ja loja se si u blen 92% të aksioneve të partneritetit publik-privat 60 milion euro për një çmim qesharak prej 105.000 euro. A do e hetoj strukturë e posaçme antikorrupsion portin që ka ngelur rrugëve dhe pensionisti Nagalliu që nuk plotësonte asnjë kusht për të fituar? Nga profesori Smet Elezi botohet opinioni me titull Trashëgimia juridike e shtetit shqiptar. Nga Gëzim Llojdia, ja si Partia e Punës së Shqipërisë u kërkonte shkrimtarëve të shkruanin kundër fesë. Lamtomira për Nanon. Shqipëria jep lamtomirën me nderime dhe ceremoni shtetërore ish kryeministrit dhe kryetarit themelues të Partisë Socialiste Fatos Nano. Alarmi ushqimor. Mandarina me kimikate mbushin tryezat e shqiptarëve. Autoriteti kombëtar i ushqimit kërkon kthimin e frutave të blera pasi Bashkimi Evropian i kthen në dogan. Opozita shqiptare. Qeverisja ka braktisur qytetarët me biletat e urbanëve. Arsimi në gjendje alarmante me prioritete vetëm në letra.
Politik, Rama, vijojmë punën për të liruar hapësirat publike të zaptuara. Spiro Pali, rrugëtimi ynë evropian, ndërtimi një Shqipërie të drejtë. Presidenti Begaj merr pjesë në hapjen e Muzeut të Madh Egjiptian. Ministri Malej, 33% e buxhetit mbështetje për mirëqenien qytetare. Turpi i drejtësisë shqiptare. Drejtësia një ritual bosh ku qytetari humb besimin dhe padrejtësia bëhet normë. Flasin avokat në duhe pjetra, prokurori që vjeni pa përgatitur dhe gjykata që vendos pa konkluzione. Avokat Langozi, prokurori tregon se kush e vendos drejtësinë në gjykat. Avokat Rusta, dëbimi avokatëve si rikthimi i hetuesisë. Barometri sigurisë 2025, korrupsioni dhe krimi, kërcënimet kryesore për shqiptarët. Lidhja e politikës dhe krimit i cënon në jetën e përditshme edhe pas reformës në drejtësi. Shkak pandëshkueshmëria. Kultur, nga Kujtim Boriçi vjen shkrimi Doli nga shtypi shtrirja gjeografike e bektashizmit në Shqipëri, e kryegjyshit botror bektashian Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj, ja mesazhi i kryegjyshit. Mozaik dhe aktualitet është rubrika që sjell shkrimet Muharrem Abazaj, profecia e Kerem Çabejt për gjuhën e lashtë shqipe. Albert Zholi, dragues sheu, intelektuali që për 20 vjet lexon Telegraf. 200 vend grumbullime ilegale mbetjesh, burim ndotjesh dhe sëmundje. Mjekësi, dieta dhe menuja për anemin dhe vitaminat për hemoglobinën janë tituj që vinë në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita, a duhet të dorëhiqet Balluku? Hetimi dhe analiza. Në terma ligjor nuk është e detyruar të largohet nga posti në këtë fazë, por Balluku përfaqëson një ekip që mbështet drejtësinë dhe spakun, si thuhet. Qëndrimi në atë zyrë e minon moralisht mesazhin e qeverisë. Dorëheqja nuk është pranim faji. Nëse ajo largohet tani, do të fitonte dy gjëra: respektin publik për integritetin personal, një pozicion më të fortë në rast se provohet e pafajshme. Implikimet dhe pasojat e mundshme, çështja Balluku, pikat kyçe të dilemave të hetimit dhe çfarë na çon tek pse dhe si. Konteksti politik dhe institucional i një hetimi në majat e qeverisjes. Pse është një rast sensitiv me rëndësi për vendin, jo vetëm për individin Balluku, po për të gjithë sistemin. Një mesazh për ata që qajnë fatin dhe veset e tyre më shumë se sa vdekjen e Nanos. Duke qenë se Nano dhe Berisha ishin binomi gjysmës së parë të tranzicionit, tani kur Fatos Nano iku dhe fizikisht nga kjo botë, ata kanë arsye të urrejnë fatin e tyre të keq që kanë 35 vjet me Berishën në krye. Arkivat, historia plotë e arrestimit të Fatos Nanos, verbalet dhe emrat që u përdorën. Çfarë ndodhi nga fundi vitit 1992 dhe në vijim me Nanon, pasi Berisha u zgjodh president. Nga Bedri Islami, botoshkrimi kur pushteti nuk trajtohet si domosdoshmëri. Ka Koço Danaj, çfarë kemi parë dje në varrimin e Nanos? Rubrika e shëndetit, a kanë të bëjmë flokët e thinjur me luftën e trupit ndaj një tumori, si futen qelizat burimore në rol mbrojtës dhe çfarë pretendojnë studimet e fundit. Këshilla, sa herë në javë duhet konsumuar djathi. Ndikimi i lëngut të panxharit tek tensioni, si kurohet. Nga Telebingos shqiptare ka një njoftim me rëndësi për të gjithë lojtarët e Telebingos shqiptare. Një mundësi për të fituar 15.000 euro është diçka që njoftohet në faqen e parë të gazetës Dita. Kalojmë tani në disa prej gazetave dhe portaleve online. Fillojmë me ABC News. Mos vdek kur Fatos Nano. Rama, do më mungojnë darkat e ralla miqësore, këshillat për të vënë pikën mbi i. E quajtën tradhtar për takimin me Miloševićin. Rama, e kam dëgjuar bisedën. Nano ka kontribut për Kosovën. Lamtomir Fatos Nano, ceremonia, ish kryeministri nderohet me medaljen Ylli i Madh i mirënjohjes publike. Nano, xhiro e fundit në bulevard, politikani që urrente populizmin përcillet nga mira Tiranës. Lini shpallet ansambël arkitektonik, status i ri vjen një hap i rëndësishëm në ruajtjen e vlerave. Transportonte emigrant të paligjshëm drejt Greqisë vihet në pranga 29 vjeçari. Zbulohet shtëpi bari në Shkodër, arrestohen 2 kushërinj në kërkim i treti. Pranga polici të Rem në Tiranë, Ervis Basha lëvizte me uniform policie në rrugë. Te porta e Parizit në Lezhë, shfaqet vepra e poetit Gjergj Fishta, denoncon hipokrizinë dhe korrupsionin.
Pra ky mort dhe u pam. Lamtumira Fatos Nanos bën bashkë Ramën dhe Kurtin. Me topa, me lule, me lot. Ish kryeministri prehet në varrezat e Sharës. Ngjarjet e fundit kriminale, forcat operacionale dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë zbarkojnë në Vlorë. Aksidenti trefisht në aksin Strum-Roskovec. Fier ndron jetë drejtuesi i motomjetit. Janë në shkrimet që vinë në rubrikën aktualitet të portalit ABC News. Portali Start News, Shqipëria i thot Lamtumir Fatos Nanos, përcillet në tingujt e këngës që preferonte My Way e Frank Sinatra, 10 personalitete në homazhe. Rama nuk i jep dot Lamtumirën, mos vdek shkur Fatos Nano, sa të pas kanë dashur ata që të kallën në burg dhe deshën të vrisnin. Botohet fjala e kryeministrit Rama në ceremoninë mortore. Joana Nano, Fatosi e donte këtë vend, pavarësisht çmimit personal që pagoi. I biri Sokoli, babai më mësoi demokracinë dhe forcën e ringritjes. Opozita homazhe në nder të Fatos Nanos, nga Grënduka, Fatmir Mediu dhe Sali Sheu, Lulzim Basha dhe Flamur Noka dhe Agron Gjekmarkaj. Aktualitet, rikthehet regjimi lëvizjes automjeteve pa kontrole Shqipëri-Kosovë, ja deri kur zgjat. Rektori Gjeladin Dracini dhe drejtuesja Marsida Duli firmosin marrëveshje bashkëpunimi mes Universitetit të Mjekësisë Tiranë dhe Premium Klinik. Dje ditë zie, Federata Shqiptare e Futbollit, të gjithë ndeshjet e planifikuara do të luhen sot. Soni Labetja si mbaroi mandati. Presidenti Begaj dekreton shpalljen e vakancës për gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Çmimi i biletës në territorin e Kamzës nuk ka ndryshuar. Bashkia, këshilltarët vota anonime për çmimin e biletës dhe abonesë për Kamës Tiranë dhe Pastruqan Tiranë. Ekonomi, qirat shtrenjtohen sërish, po bëhen të papërballueshme për vendasit, të lira për turistët. E vërteta e aeroportit të Vlorës është një shkrim nga Fatos Çoçoli. Të dhënat e kryet data, çmimet e apartamenteve në Tiranë janë trefishuar në 20 vjet. Ekonomia është rritur, por nuk ka gjeneruar punësimin e duhur. Çfarë thot raporti Bankës Botërore për Shqipërinë? Politik, duhet të flasim tani. Andi Mustafaj skanon Partinë Demokratike. Opozita po flet me gjuhën e regjimit. Rreth Berishës një obor këshilltarësh që të shurdhojnë. Reforme re për administratën publike, zbardhet projekt ligji për nëpunësin civil, ndryshimet që parashikohen. Fati i zgjedhjeve në Tiranë. Çfarë ndodh nëse kushtetuesja pranon ose rrezon veliajin? Skenarët pas shpalljes së vendimit. Një analizë nga Bujarleska titullohet Shqipëria në sektin Rama nuk prodhon asgjë. Presidenti Begaj merr pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Muzeut të Madh të Egjiptit. Zgjedhjet e pjesëme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikon fletën e votimit për garën në 6 bashki të vendit. Në rubrikën Opinion nga Pal Nikolli vjen shkrimi Estetika e vetmashtrimit kombëtar. Nga Lutfi Dervishi, Nano, njeriu që nuk ra viktim e pushtetit të tij. Nga Agrona Xhimali, pse Shqipëria ka nevojë për reformë të re territoriale. Kultur, hap dyert muzeu $1 miliard në Kairo të Egjiptit. Italia dhe Bashkimi Evropian marrin përsipër zhvillimin dhe vlerësimin e parqeve arkeologjike të Bylisit dhe të Apollonis. Poetika e heshtjes së përgjakur. Ram Oraca, disa fjalë për librin e Emër të gjakut të autorit Ahmet Prençi. Rajoni, qeveria Kosovës miraton për buxhetin 4 miliard euro, paget 13 për sektorin publik, rritet pensioni dhe paga minimale dhe pagesat për fëmijët. Një analizë mban titullin Dodik pas sanksione, apo nis një kapitull i ri politik në Bosnjë, janë shkrime që vinë në Start News. Kalojmë tani tek gazeta Tema. Fillon lufta me mandarinat dhe portokallet. Plani për armatosjen e Bashkimit Evropian jep dhe një shans fabrikës së Stalinit në Rumani. Andi Mustafaj, opozita po flet me gjuhën e regjimit, rreth Berishës një obor këshilltarësh që të shurdhojnë. Rrëfimi Boris Becker, ja si përfundova pas një dyshk. Në burg kisha frikë se do vdisja 2 herë. Shënimet e gazetarit, kur hidheshin themelet e Partisë Socialiste. Luan Rama mes artit, letërsisë dhe diplomacisë. Ish ambasadori Zeneli flet për ndarjen nga jeta të Nanos, bekim për Partinë Socialiste dhe një humbje e madhe për Shqipërinë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një gjendje mjaft të zymt. Obama kritikon politikat e Trump. Rama në homazhet për nanon, ai ishte patriot dhe do mbetet në rreshtat e nderit të historisë. Djali Fatos Nanos, babai im më mësoi demokracinë dhe forcën e ringritjes, burri rrallë shteti. Hamas dorëzon trupat e 3 pengjeve izraelite në kuadër të marrëveshjes për anëpushim. Makiavelizmi, kur politika ndahet nga morali. Pse u rrit çmimi biletës dhe abones për 2 linja publike? Editoriali shkruar nga Merobaze mban titullin "Për ata që qajnë fatin e tyre më shumë se sa Fatos Nanon". Antena brenda familjes, Muli rrëfen pse adhuronin socialistët në funeralin e Nanos. Janë shkrime që vinë në gazetën Tema. Gazeta Standard, Fondi i Sigurimeve Shëndetësore e heq licencën CFO Farmas. Qerat jashtë kontrollit. Tirana, një qytet ku strehimi po bëhet luks për familjet. Çmimet e apartamenteve në Tiranë në nivele rekord. Blerja e një shtëpie kërkon mbi 18 vite punë. Fjala e Veliajt para gjykatës. Bëçeliku që gjuajti me pambuk. Bumi i ndërtimit në Tiranë, shumë beton, pikpyetje dhe pak hetime. Balluku u more pandehur nga SPAK. Kryeministri Rama e distancon e vendos në krahun e kundërt të kabinetit. Djali Fatos Nanos, babai im më mësoi forcën e ringritjes, nuk e kishte frikë humbjen. Mes lotës Joana Nano, sot dita më e errët e jetës. Fshin gjithçka që ka lidhje me Ballukun, Berisha, deputetët dhe administratën i kapi lubofobia. Kalojmë tani tek Alfa Press, kandidatit apolitik, ish zëdhënës i fushatës Partisë Demokratike, rreth Berishës një obor këshilltarësh që të shurdojnë. Nga Bato Kosova botohet editoriali Berisha si pas qyra ku Rama zbukurohet. Ali Ahmeti pranon humbjen. Nuk kemi arritur të fitojmë garën për kryetar komunash. Bilal Kasami shpall fitore në Tetov. Rivali BDI-s pranon humbjen. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, mbyllet raundi 2. VMRO kryeson, Vlem fiton 5 komuna. Duhet të flasim tani. Ish drejtuesi Brain Gaines kanon Partinë Demokratike. Opozita po flet me gjuhën e regjimit, rreth Berishës një obor këshilltarësh që të shurdojnë. Mos vdek shkurt Fatos Nano, Edi Rama mbyll fjalimin e ndjer për ish kryeministrin nga shkrime që vinë në Alfa Press. Faktor.al. Kalojmë te gazeta Koha që del në Maqedoninë e Veriut, në zonën 6 dhe 5, AKI nuk ka fituar asnjë komunë. Ali Ahmeti për humbjet e komunave, do të bëjmë reforma në strukturat tona. Vlen fiton 9 komuna, AKI vetëm 4, të 4-tat rurale. Është një lajm që vjen para 2 orësh në faqen e parë të gazetës Koha që del në Maqedoninë e Veriut në gjuhën shqipe. Faktor.al është portali që si shkrimet kandidati pavarur me ndiqyra fiton Strugën. Mbi 1000 bin kanabisi brenda banesës, 2 të arrestuar dhe 1 në kërkim. Procedohen 4 punonjës të operatorit shpërndarjes energjisë elektrike. Pse Arlin Qori i shërben pushtetit është titulli një analize në Faktor.al. Ish ministri Demiraj mbështes Florian Binaj për Tiranën, thirrje për qytetarët. Të gjithë njerëzit e Ballukut kanë fshirë postimet me të në rrjetet sociale. Kapet killeri i Çoles, droni me kamera termike e zbuloi në pyll. Ripërcaktimi i Ballkanit, nga menaxhimi i krizave tek arkitektura e ndikimit, janë shkrimet që vinë në portalin Faktor.al. Gazeta Koha që del në Tiranë online, Trump kërcënon Nigerinë. Do nis ushtrinë amerikane për të mbrojtur të krishterët. Rama për takimin Nano Milošević, nuk ishte tradhti kombëtare. Rama në lamtomirën e Nanos, do doja të ishim në një nga ato darka tona të flisim për çfarë thanë për ty ata që të kallën në burg dhe që donin të vrisnin në zyrë. Gruaja Joana Nano dhe ish gruaja Regina Nano të arkmorti Fatos Nanos. Është një lajm në cilin më pas është përgënjeshtruar. Regina Nano nuk ka qenë pjesë e kësaj ceremoniali. Ermal Asimja, Fatos Nano ishte kryeministri i qeverie të korruptuar. Dita e zis është për familjen e tij dhe Partinë Socialiste, jo për kombin, janë shkrimet që vinë në gazetën Koha Jon.
Agjencia e Lajmeve NOA, Maqedonia e Veriut, VMRO DPMNE kryeson, Vlen fiton 4 komuna, Aliameti pranon humbjen dhe paralajmëron ndryshime. Bilal Kasami fiton thellë komunën e Tetovës, kandidati BDI-s pranon humbjen dhe uron rivalin e Vlenit. Sa të paskandashur, Berisha reagon për fjalën e Ramës të ceremoninë martore të Fatos Nanos, puthja e Judës. Zgjedhjet lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, BDI akuza pamblerje masive votash dhe ndërhyrje brutale të shtetit. Policia e Vlorës, operacionale dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë, kontrolle të befasishme në qytet. Ertian Kofsha shkëlqen në Durrës, 2 medalje historike për peshkngrisjen nga Shtërmeni në Evropianin e të rinjve. Milani mund Romën në San Siro dhe i rikthehet ritmit të kryesuesave. Janë shkrime që vijnë në Agjencinë e Lajmeve NOA. Tek Agjencia tjetër e Lajmeve VNA, Erion Velia i padit Aulon Kalan për shpifje, aktivisti, me 6 nëntor për balë në gjykat, nuk friksohem. Për të blerë një shtëpi në Tiranë duhen 18 vjetë punë. Pse Andi Mustafaj kundërshton kandidatin apolitik të opozitës? Vlantomir Robert Çamçakizi. Homazhet për Fatos Nanon përmes 8 fotove të agjencisë VNA. Ky është 36 vjeçar i vrarë nga kushëriri i tij në Selenic. Dëshmia Bertil Allie që vrau kushëririn e tij në Selenic, e vrava sepse pasojë katastrofike. Shkencëtarët thonë se shtresat e akullit në Antarktidën perëndimore mund të shëmën së shpejti. Beteja me kancerin në Shqipëri, nga humbja e vllajt e zbulimi sëmundjes tek vetja dhe mamaja, Blerina Kalthi, një luftë e përditshme, shteti inekzistent, kimioterapia mungonte. Pra pas skenat e ndeshjes, Ajax 17 nëntori në arkivat e sigurimit të shtetit të shkrimi që botohet në rubrikën Histori të haruara të Agjencisë së Lajmeve VNA. Kalojmë tani në Skyweb. Janë të pavërteta imazhet e zjarrit të pretenduara në një avion në Rinos, u prodhuan me inteligjencën artificiale. Kuvendi tërheq vëmendje Bankës Shqipërisë për ndërhyrjet në kursin e këmbimit. Ky është dëbim. Projekti TID shem historinë e 10 familjeve në Durrës. Bitcoin shënon humbjen e parë mujore që nga viti 2018. Një histori mashtrimesh. Forcat e sigurimit dhe kujdesit shëndetësor i heqin licencën kompanisë CFO Pharma të Nadir Çaushollit. Qirat shtrenjtohen sërish, po bëhen të papërballueshme për vendasit, të lira për turistët. Gazetari nxjerr dokumentet. Fryrja e punimeve në tunelin e Llogaras ishte planifikuar që në nisje të procedurës. Kur Pacollit i fluturuan kokës pjatat e Nazarbayevit. Gazetarja paralajmëron prishjen e kontratës për aeroportin e Vlorës. Sektori turizmit në krizë për punonjës. Duhen 30.000 persona, janë shkrime që vinë në Agjencinë e Lajmeve Skyweb që është fokusuar në problemet ekonomike. Kalojmë tani tek CNA, në faqen e parë, minutë pas minutës, sjell shkrimet, një tërmet me magnitudë 6.3 godet Afganistanin verior. Milani i falet një goli, Roma shpërdoron penalti. Zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ali Ahmeti, BDI nuk e fitoi garën për komunat, do bëjmë analizë të thelluar. Një javë nga zgjedhjet për kryebashkiak, ja si duken fletët e votimit të nëntorit. Trump ka urdhëruar Pentagonin për luftë të mundshme ushtarake në Nigeri. Forcat e ndërhyrjes shpejtë dhe policia zbarkojnë në Vlorë, kontrolle në zonat kryesore të qytetit. Cilët janë 13 kandidatët që përballen në 9 nëntor në zgjedhjet e pjesme në 5 bashki. E hënë intensive për kuvendin, mblidhen 8 komisione parlamentare. Pralla e radhës nga avokatët e Erion Veliajt. Trafik i rënduar në aksin Baldren Milot, është një foto që vjen nga nata e mbrëmshme, radhë kilometrike prej disa orësh. Maldivet bëhen vendi i parë në botë për ndalim të pirjes së duhanit për breza të tërë. Janë disa prej shkrimeve titujt e cilëve vinë në faqen kryesore të CNA. Editoriali bën titullin Fjala e lirë apo zhvarja nga anonimiteti. Kalojmë tani tek pamfleti, është portali që veçon shkrimet Europa në epokën e perandorive. Presidenti Vance apo Marco Rubio, shenjat e para
të betejës për trashëgimin e Trump. Paraliza institucionale në Kosovë, shkaqet dhe pasojat. Amerikën e pret fati Bashkimit Sovjetik. Loja e rrezikshme me armët bërthamore. Si e fundosën juristët e Engjëll Lagaçit Edi Ramën në gjykatën kushtetuese, janë shkrime që vinë në portalin Pamfleti, ku nga fuga vjen shkrimi "Shoqëria në kolaps moral, Shqipëria po plaket, politika po prodhon dhunë dhe dëshpërim". Kalojmë tani tek Bold News. Si po shturret tregu i sigurimeve, dëmet pezull të kalojnë në vitin e tërmetit dhe pandemisë. Kush ishin pezjet sekrete, cilat ishin pezjet sekretet e jetës së Fatos Nanos? Benet Beci nis propagandën pas dosjes në SPAK, tender për video dhe reklama promovuese në internet. Vrau babai, 25 vjeçari deli buzëqeshur para gjykatës, më kapi përfytis, po merja do të frym. 50.000 euro për ajolën. Malsori Palushi mori leje pallatesh në zona elitare nga Veliaj. Barometri i sigurisë 2025, korrupsioni dhe krimi, kërcënimet kryesore për shqiptarët. Janë shkrime që vinë në agjencinë e lajmeve Bold News. Gazeta Liberale në versionin online, dokumenti plot. 13 vite më parë, intelektualët MNZ të vendit i propozuan partive Fatos Nanon si president. Dreka i Lamtumirës, Majko, Ruçi dhe Balla në një tryez me djalin e Rrugovës dhe bashkëpunëtorët e Thatshit. Recep Qosja, Fatos Nano e nisi politikën si mision, polemist që nuk e fshihte pasionin. Si dukej Fatos Nano pa kohë para ndarjes nga jeta. Ceremonia në nder të Fatos Nanos, Rama dhe Kurti shkrinakujt mes tyre, grepikpyetjen Gazeta Liberale. Gazbardi, pse Rama nuk guxon ta shkarkoj Belinda Ballukun? Janë shkrime që vinë në Gazetën Liberale. Portali lajmi i fundit, aksidenti trefisht në Fier, zbardhet identiteti i viktimës dhe të përfshirëve. Sulmuesi i kombëtarit shndrohet në Hero, gol vendimtar në Turqi. Vrasja e shqiptarit e Kurant Çumani para Universitetit të Perugjës, arrestohet një 21 vjeçar i dyshuar si autor. U gjeti pa jetë nga nëna në banesë. Prokuroria Saran nuk lejon varrosjen e 40 vjeçarit. Trupi niset drejt Tiranës për ekspertizë. Zbulohen 3 ambiente ku kultivohej kanabis të malësi të madhe. 2 kushërinë në pranga, 1 në kërkim. Miq dhe armiq bashkë në omazhet për nder të ish kryeministrit Nano. Janë në shkrime që vinë në portalin lajmi i fundit. Gazeta Durrës Bulevard boton shkrimin "Populli nga politika, pushteti dhe demokracia", shkruar nga Skënder Kapiti. Në këtë shkrim ndër të tjera thuhet: populli nuk kërkon sot as mashtrime dhe as gënjeshtra për të përmirësuar e rrëmbyer pushtet, famë dhe lavdi. Populli nuk kërkon as ta vjedhësh, as ta vrasësh dhe nuk kërkon korrupsion, por kërkon mirëqenie publike, siguri dhe qetësi shpirtërore dhe mirëqenie ekonomike, krenarinë dhe drejtsinë e lirisë, shkruan Skënder Kapiti në faqet e gazetës Bulevard. Në këtë gazetë botohet edhe shkrimi "Fantazma 2.3 milion eurosh e Korçës përfundon si veliera e Durrësit", jo si vlerë investimi, se është shumë pas, kuptohet. Nga Durrës Lajm veçojmë shkrimet "Gjendet një bombë pranë murit rrethues të portit të Durrësit". Historia e ushtarit, një vepër magjike rikthehet në Durrës. Sako takohet me ministrin Gonxha. Çfarë pritet të përmirësohet vitin e ardhshëm në sektorin e turizmit, janë disa prej shkrimeve që vinë në portalin Durrës Lajm. Kalojmë tani në gazetat periodike kulturore. Fillojmë me gazetën Ex Libris, që i kushtohet tërësisht botës së librit. Shumë të trishtuar për vdekjen e David Bellës, përkthyesit të Kadares. Botohet me këtë titull një deklaratë e Booker Prizes. Mësine Kokalari një yllësi, shkruan Oram Butka. Paneri i parë i librit shqip në New York. Intervistë me profesorin dhe skulptorin Ismet Jonuzi, format e rezistencës, bisedoi Fatlum me Holli. Mysafirët e Jacqueline Kennedy, nga Yevgeni Yevtushenko. Në rubrikën Shënime mbi librat, nga Visar Zhiti, botohet shkrimi një histori jo vetëm familjare, për dëmshurinë dhe moralin. Bëhet fjalë për librin e Iris Halilit, Eleganca e lodhve, fryma e një gruaje që nuk poshtë. Nga Luleta Dano, antologjia poetike nga Preç Zogaj, në çdo pasqyrë na sheh mëkati. Nga Xhavit Beqiri, libri jetës i studiuesit Fatmir Toçi,
Bëhet fjalë për librin e Fatmir Toçit, Arbereshët, shqiptarët e Italisë, botuar nga Artini Prishtinë në 2024 në këtë rast. Nga Fat Bardamursi botohet shkrimi Parajsa artificiale e Blushit dhe Profeti i ri. Nga Elda Vela, përderisa makinat mendojnë çfarë na bën ende unik, reflektime për librin Fortesa e fundit, Truri dhe mendja. Nga Feride Papleka, Tjetërsimi i njeriut në një shtet totalitar. Milan Kundera, Libri së qeshurës dhe haresës. Nga Vasil Tole, Profesor Albert Paparisto, një personalitet i kulturologjisë muzikore shqiptare në 100 vjetorin e lindjes. Bibliotek është rubrika ku autorët botojnë krijimet e tyre, nga Besnik Mustafaj, Në mëni të njëri tjetrit. Nga Fernando Pessoa, Jam i lodhur, vjen me përkthimin e Roland Gjozës. Nga Xhelal Tosku, Numëroj ditët pa ty. Nga Arta Maxhuni, Betimet e fijeve të gjakut. Nga Ndue Ukaj, Mund të jetë si në fillimet e kohëve. Nga Shpëtim Selmani, Graz. Nga Suad Arilla, Ditari i rezistencës. Që gjithmonë Arben Meksi bërton karikaturën e radhës në numrin e radhës të gazetës Ex Libris. Kalojmë tani tek Gazeta Nacional. Drejtësi për çamërinë. Europa nuk duhet të hesht. Ky është titulli i një shkrimi nga Hikmet Zane. Masakra e Filatit në kujtesën e Nado dhe Binoz Mehmetit. U përurua në Tiranë libriria autorit Uram Butka, Mosine Kokalari, një yllësi. Poeti shqiptar Muj Buçpapaj botohet në kopertinën e revistës prestigjioze kineze Rendition of International Poetry, shkruan Dr. Zhung Zhi. Nga Mirella Leka Gjavo, intervistë me poetin dhe botuesin e njohur francez Stephen Blanchard. Editoriali i shkruar nga Nail Draga mban titullin Standardet e dyfishta të Ministrisë së Kulturës dhe Mediave të Malit të Zi. Nga Shefqet Ibrani, Gjek Marinaj, drejt një paradigme të re kritike. Nga akademik Gjovalin Shkurtej, monografia e folmja e qytetit të Lezhës. Nga Elda Koçi, novelli, trashëgimia gjuhësore e Tiranës mes globalizmit dhe teknologjisë. Intervistë me poetin dhe aktorin e njohur Patricio Pelisi, intervistoi Angela Costa. Në 65 vjetorin e Alil Ramës promovohet libri i ri Oda di Brane. Nga Dante Mafia promovohet në Itali libri poetik Tre gjuhës i autorit të ri Simone Longo. Intervistë me poetën dhe piktoren amerikane Belinda Suberman dhe intervistoi Irma Kurti. Në brendësitë e Gazetës Nacional botohen krijimet Njerkëdheu im, poezi nga Anton Papleka në 80 vjetorin e lindjes. Një tregim nga Alice Munro vjen me përkthimin e Zyber Elshanit. Shi bie në Tiranë, poezi nga Xheladin Mjeku. Portali, tregim nga Kozma Gjini. Krimtaria e Prend Buzhalës vjen në vështrimin e Maxhun Osmanej. Romani Pavioni filozofe vështrohet nga Elinden Spase. Fejmi Ibrahimi, Udhëtim në fëmijëri, një shkrim nga Elida Keqi Novelli, janë shkrime që vinë në faqen e parë të Gazetës Nacional. Dhe kemi sjellë kështu informacion më të fundit përmes disa prej gazetave dhe portaleve online. Dhe tani si gjithmonë ju luftoj në numrin ton të telefonit 045 620 601 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Por më parë do ftoj regjin do transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.